Zbulohet maska me 3 përbërës që heq 10 vite nga fytyra, ja receta. Përveç se është ekonomike, efekti i kësaj maske çuditëbërëse është ekuivalent i botoksit të famshëm. Përdorimi i saj nuk është vetëm relaksues, por edhe një aleat i shkëlqyer për kujdesin dhe për lëkurën. Maska është plotësisht natyrale, ndërsa vërtet tendos lëkurën dhe e bën atë njësoj si botoksi. Përbërësit që u duhen janë: një të bardhë veze, gjysmë lugë lëng limoni, gjysmë lugë vaj kokosi. Merrni një vezë të madhësisë mesatare, ndani të bardhën nga e verdha. Hidheni të bardhën e vezës në një enë dhe tundeni derisa të krijojë një shkum të dendur. Pastaj shtoni lëngun e limonit dhe vajin e kokosit dhe përsëri e trazoni. Maskën e vendosni në fytyrë të pastër dhe e lini të veprojë për 15 minuta. Kur të thahet maska, e lani fytyrën me ujë të ngrohtë ose edhe me çaj kamomili. Për rezultate optimale, mjafton të përdori maskën të paktën 2 herë në javë për të marrë gjithashtu edhe efektet më të mira mbrojtëse.